po sa të pas kanë dashur e të pas kanë admiruar mor burri dhe ucë. I mallëngjyer nga pjesëmarrja e lartë dhe thumbues prej hipokrizisë së kundërshtarëve të tij politik. Kështu e nisi Edi Rama fjalimin e lamtumirës për Fatos Nanon, paraardhësin e tij dhe liderin historik të socialistëve. Po dhe ata që se lanë shkop ndën rrota pa të vënë, dhe gurë në kuriz pa të hedhur. More deri dhe ata që të kallën në burg, duke të akuzuar si vjedhës, dhe që erdhën të vrasin në zyrë, duke të mallkuar si vrasës, e që të lëshuan mbi fytyrë për vite e vite tëra me radhë, tërë të zeza dhe gjuhës shqipe, veç ta shije se si ti kanë qëndisur, aq bukur, fjalët e admiratës tyre. Një rrugtim me ulje e ngritje të shpeshta, të cilat Rama i kujtoi me mirënjohje e nostalgji. Me Fatosin në ndam, thyem dhe rindam buk. Por historia e marrëdhënies sonë zhvilluar mes ekstremesh, nga birësimi im në familjen socialiste me bekimin e tij deri tek vrasja e babait për marrjen e skeptrit të tij, nuk ka vend këtu në këtë eulogji. I dashur Fatos, do të më mungojnë darkat e rradha miqësore, komunikimi ynë si mes shoferit të turnit parë me shoferin e turnit dytë për të njëjtën makinë, këshillat e tua vinin të qëruara mirë, duke më ndihmuar shumë për të vënë pikën mbi i. Lamtumirën e vështirë e të parakohshme, Joana Nano, bashkëshortja e tij, ja dha me lot në sy, e duke kujtuar cilësitë e rralla si bashkëshort të burgshteti. Dita e sotme është për mua dita më e errët dhe e trishtuar e jetës. Po ndahem me njeriu me të cilin kalova një çerek shekull i jetë. Fatosi nuk ishte një njeri i zakonshëm. Ai nuk bënte asgjë për gjysmë, as punën, as miqësinë, as dashurinë. Hakmarrja ishte një cilësi të cilën ai jo vetëm nuk e kishte, por nuk pranonte ta njihte. Këtë e dëshmoi në periudhën kur e drejtoi qeverinë më një herë pas burgimit pa drejtë. Faleminderit Fatos. Faleminderit që më deshe dhe që më the mundësinë të të dua. I biri Sokol Nano kujtoi kontributin e babait të tij për një politik e vend paqësor. Ai besoi gjithmonë se politika shkonte përtej luftës personale. Ai mbolli ide, kulturë dhe qytetari. Ishte i butë dhe hokatar, tolerant me gjithëkënd që mendonte ndryshe, brillant në argument. Sot i them lamtumir Timeti dhe faleminderit për trashëgiminë e vyer që na la. Faleminderit kampion. Ceremonia shtetërore nisi me 1 minutë heshtje dhe u mbyll me tingujt e himnit kombëtar.